Atmosfera është normale, atmosfera është e mirë, besoj shumë që kthehemi te fitoria dhe jam I bindur që djemt dhe gjithë bashkë stafi do të dajmë maksimumin dhe besoj shumë që Vllaznia do të thethë 3 pikëshi. Jena një pozicion që gradualisht edhe lojtarët që kanë pas probleme po kthehen dhe me një ekip plot besoj që ngjarja gjithmonë do të bëhen edhe më të lehta. Nuk besoj që ka në problemi madh, në gjë madhe, por një gjë që jo për justifikim, por besoj që është krejt normale, kena pas edhe 5-6 lojtarë damtum që nuk ka kollaj, është gjysa e ekipit, 50-60% e ekipit, dhe jam shumë I kënaqur që ata kanë ardhur gradualisht prej damtimeve, dhe duhet dini që kur vinë lojtarë prej damtimeve është shumë e vështirë që të kthehen fill ditën e parë me 100% dojnë ata 2-3 javshin e vetë kohës për me kënd plot, dhe unë besoj që jena në rrugë duhur. Nuk besoj që ka presion, nuk besoj që jo më këtë unë edhe me trajnerin bashkë gjithmonë kena mundu gjithmonë ekipin me marrë larg presionit, gjithmonë të pas parasysh duke na djemt me eksperiencë që lozin futboll dhe jena shumë të kënaqur për tyne, ata dinë me bajt presionin, nuk ka lidhje. Presioni është për skuadrat e mëdha, Vllaznia është skuadër e madhe në Shqipëri dhe unë besoj që nuk ka asnjë lloj presionit. Na gradualisht do të shkojmë aty ku duhet. Gjithë bashkë jena dëshmitarë që nuk ka asnjë skuadër të lehtë, asnjë, them me plot gojën, dhe gjithë ta vështirësojnë punën, gjithë lozin për pikë, gjithë luftojnë, kështu që në vlerësim s'ka nga ana jon për asnjë lloj skuadre, jo për byllësin për asnjë lloj skuadre. Djemt e dinë që duhet me bëj maksimumin me 100% e tyre dhe jam I bindur që do të fitojmë.